Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Një thelpi hudhër esëll ju shpëton jetën ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Ideja të ngrënurit hudhra mund të mos ju entuziasmoj as pak, sidomos kur sillni ndërmend aromën e tyre karakteristike. Por, kur bëhet fjalë për hudhrën, duhet të dini se ajo është një nga përbërësit më kryesor e cila mund të mbrojë shëndetin tuaj dhe gjithashtu mund të ofrojë përfitime të pabesueshme shëndetësore. Së pari, duhet të dini që hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium dhe njëkohësisht magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D dhe B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksiduesi të cilët gëzojnë një sër vetish terapeutike. Ç'toksikon trupin? Hudhra gjithashtu përmban squfur, një element shumë i rëndësishëm që ndihmon trupin tuaj të çtoksikohet nga helmet dhe nga metalet e rënda. Përmirëson gjithashtu shëndetin tuaj të kockave. Konsumoni 4 thelpi hudhër, është e këshillueshme sidomos për femrat të cilat vuajnë nga menopauza dhe kanë kocka të dobta pikërisht për këtë fenomen. Konsumoni hudhër në mëngjes me stomakun bosh pasi përfitimet do të jenë të pabesueshme. Hudhra stimulon sistemin tuaj imunitar dhe normalizon florën bakteriale të zorrëve. Hudhra gjithashtu është një antibiotik i fuqishëm natyror, i cili me të vërtet punon. Hudhra vret një numër shumë të madh të baktereve të ndryshme. Hudhra përdoret gjerësisht në popullin dhe në mjekësinë tradicionale për trajtimin e shumë sëmundjeve dhe hudhra është përdorur nga qytetërimet e lashta si një përbërës tërësisht natyral e cila gjithashtu mund të trajtojë probleme të ndryshme shëndetësore, duke filluar që nga sëmundjet e këqija dhe deri tek ato më të lehtat. Hudhra parandalon plagjen dhe njëkohësisht ajo përmban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm duke përfshirë këtu edhe shumë antioksidantë të cilët kanë një numër pozitiv terapeutik. Hudhra zvogëlon gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe ndërkohë nga ana tjetër është e rëndësishme që të dimë se hudhra forcon sistemin imunitar duke rritur kështu aftësinë e trupit për të mbrojtur veten nga ndikimet e dëmshme natyrore. Hudhra nga ana tjetër shkatëron edhe të gjitha qelizat e këqija dhe bakteret të ndryshme. Hudhra ndihmon në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës, redukton sintezën e trigliceridëve në mëlçi, e cila pengon në zhvillimin e arterosklerozës. Hudhra gjithashtu zvogëlon edhe presionin e gjakut dhe njëkohësisht ka veti antiinflamatore. Ndërkohë, nga ana tjetër, hudhra është e rekomandueshme që të përdoret edhe për forcimin e sistemit tuaj nervor. Hudhra vepron si një antikoagulant i cili hollon gjakun dhe nga ana tjetër parandalon edhe formimin e mpikseve të gjakut, ndihmon edhe për të zvogëluar rrezikun e sulmit në zemër. Ndërkohë, nga ana tjetër, këtu ju do të mësoni se çfarë ndodh me trupin tuaj në qoftë se hani një thelpi hudhër sidomos në darkë. Që në lashtësi, hudhra ka qenë aleate e njerëzimit kundër sëmundjeve. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra gjithashtu arrin që të paksojë të gjitha sëmundjet e zemrës, të luftojë infeksionet dhe gjithashtu vlerat më të mëdha ajo i ofron sidomos kur konsumohet e gjallë, sepse përndryshe e gatuar ajo humbet shumicën e vlerave të saj ushqyese. Hudhra nga ana tjetër, sipas ekspertëve,
përmban vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, por cila është koha më e mirë për të ngrënë hudhrën? Ekspertët kanë treguar se koha më e mirë për të konsumuar hudhër është në mëngjes me stomakun bosh kur bakteret janë në një gjendje të brisht. Përfitimet e konsumit të hudhrës ju do t'i gjeni të listuara pikërisht në këtë video. Sipas ekspertëve, hudhra është një detoks për mëlçin. Hudhrën ju mund ta shtypni dhe më pas ta konsumoni atë në mbrëmje. Kështu, ajo do të çlirojë të gjitha enzimat të cilat të luftojnë qelizat e këqija, toksinat dhe bakteret. Sulfuri i cili gjendet pikërisht tek hudhra mund të luftojë sëmundjet e këqija dhe gjithashtu do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe të gjitha metalet e rënda. Antibiotik i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelpi hudhër, ju do të pastroni mushkrit nga sekrecionet, do të forconi sistemin tuaj imunitar dhe do të jeni në gjendje që të trajtoni të ftohurën dhe gripin. Hudhra për lëkurën. Sipas informacioneve, duke ngrënë 1 thelpi hudhër, sidomos përpara gjumit, do të stimuloni rigjenerimin e qelizave. Ekspertët thonë se lëkura juaj do të luftojë të gjitha bakteret të cilat shkaktojnë akne dhe do ta mbajnë lëkurën tuaj edhe më të pastër. Kolesteroli ulët. Hudhra e mban në zemrën tuaj mjaft të shëndetshme. Ajo ul kolesterolin dhe njëkohësisht mban në larg të gjitha sëmundjet dhe bakteret të cilat mund të çojnë në rritje të kolesterolit. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet të dini se hudhra, ngrënia e saj me 1 ose 2 thelpi hudhër në ditë mund të ndihmojë në mbajtjen e kolesterolit në nivele të mira dhe njëkohësisht përmirëson qarkullimin tuaj të gjakut duke pastruar kështu enët e gjakut. I bën mirë kyçeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të prekura nga artriti, sepse ajo lufton inflamacionin dhe gjithashtu zbut dhimbjet. Sipas ekspertëve, hudhra nuk duhet konsumuar në mbrëmje, sidomos në qoftë se ju vuani nga ulçëra apo tensioni i ulët i gjakut. Gjithashtu, sipas ekspertëve, hudhra për çdo ditë mund të ofrojë përfitime të shëndetshme duke mbajtur dhëmbët tuaj të shëndetshëm dhe të fortë. Sipas ekspertëve, hulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim tërësisht natyral alternativ kundër inflamacionit të mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, hudhra ka edhe veti kundër plakjes. Sipas hulumtimeve, hudhrat janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë e shndërrojnë ushqimin në energji dhe oksigjenin po ashtu në energji. Sidoqoftë ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast në këtë proces dhe ai do të shkatërrojë të gjitha qelizat e tjera në proces. Gjithashtu, nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalt. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se hudhra ka përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin, duke qenë se era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.